Kombëtarja U21 do të zhvillojë më 10 tetor ndeshjen e radhës miqësore ndaj San Marinos, që do të luhet në stadiumin Nera Albania në orën 17. Grumbullimi zyrtar i skuadrës kuqezi do të nisë ditën e hënë në kompleksin tropikal në Durrës, aty ku ekipi do të përgatitet për sfidën miqësore. Trajneri Alban Bushi ka publikuar listën me 21 lojtarë të grumbulluar për këtë ndeshje. 9 futbollistë vijnë nga klubet e kampionatit shqiptar, ndërsa pjesa tjetër aktivizohet në kampionatet jashtë vendit. Deri në Europianin U21 të vitit 2027, ku Shqipëria është e kualifikuar automatikisht si vend organizator, kuqezinë do të zhvillojnë vetëm ndeshje miqësore. Prandaj këto takime janë shumë të rëndësishme për të provuar grupin dhe për të parë gjendjen e skuadrës.